Vera frenoi fort. Mendja I bërtiste. Mos u ndal. Por, në anë të rrugës, ishte një burr I shtrirë, pothuajse I mbuluar nga bora. Ajo doli me vështirësi nga taksia, duke mbajtur barkun. Hey, më dëgjon? Sytë e tij u hapën, por ishin bosh. Duart akull. Ngriu, do të çoj unë. Me mundim, e futi në sënditjen e pasme dhe e mbuloi me xhaketën e saj. Në urgjencë, mjeku me zi I holli një sy. Dokumente ka? Jo, I gjeta në rrugë. Emri? Nuk e di. Vera nxori paratë e fundit që kishte. Ju lutem, bëjini analizat, të paktën diçka. Mjeku pa barkun e saj. Në cilin muaj je? Në të 7-in. Ai pshërëtiu. Ruaje veten, I tha. Mirë, do kujdesemi, tha mjeku. Në mëngjes, burri ishte zhdukur. U largua natën, tha infermierja. As faleminderit. Vera vetëm pohoi. Jo fyerje. Parat kishin hikur. Forcat po ashtu. Ndërkohë, babai I fëmijës ishte larguar pa adresë. Ai kishte dërguar vetëm një mesazh. Nuk jam gati, më fal. Pastaj heshtje. Një muaj më vonë, një gur I vogël trokiti në xham. Poshtë, një makinë e zezë. Një burr me pallto të shtrenjtë. I njohur, ishte ai. Vera zbriti e hutuar. Je ti? Po, jam Pavli. Të kam kërkuar gjatë. Pse? Më shpëtove jetën. Kisha humbur kujtesën. Po të mos ishe ti, ndoshta nuk do të isha gjallë. Ai I dha një zarf. Nuk dua para, foli Vera. Nuk jam para. Vera hapi zarfin me duar që I dridheshin. Brenda, çelësa, dokumente, testament, apartament me 3 dhoma. Po bën shaka? Jo, është I yti. Fëmia yt ka nevojë për një shtëpi. Është shumë. Ti më dhe jetën. Po të jap një të ardhme. Dhe u largua. Vera u shprangul. Shtëpi e ngrohtë, qetësi, asnjë brit mbas mureve. Lindi vajzë, e quajti Polina. Kur e mori në krah, e kuptoi. Gjithçka kishte marrë vendin e vet. Pas 6 muajsh, u shfaq bashkëshorti. Mund të hyj? Jo, ai pa brenda I habitur. Dëgjova për apartamentin. Ndoshta mund të provojmë sërish, për familjen. Vera buzëqeshi ftohtë. E kuptove pasi mori vesh për shtëpinë? Po mendoj për vajzën. Kur isha vetëm, ti ike. Tani jam vonë për ty. Fëmia ka nevojë për baba. Baba është ai që qëndron. Ti ai që u tremb. Dera u mbyll. Duart I dridheshin. Por zemra ishte e qetë. Pavli vinte ndonjëherë. Qetë, pa zhurmë. Një ditë, Polina I kapi gishtin dhe qeshi. Bukuroshe si mami I saj, tha ai. Është e mirë, u përgjigj Vera. Atë natë, në autostradë, ajo nuk priste mrekulli. Thjesht, nuk mund të mos ndalonte pra një njeriu që po vdiste. Dhe mrekullia erdhi vetë. Ndonjëherë, një ndalesë e vogël ndryshon gjithë jetën.